Reshjet e shiut ulën pjesëmarrjen në protestën e thirrur nga Partia Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku mbështetësit e opozitës u mblodhën fillimisht për 1 orë me thirrje kundër qeverisë. Më pas, protesta e drejtuar nga Sali Berisha nisi marshimin drejt Ministrisë së Brendshme, ndërsa paralelisht në lëvizje u vund edhe forcat e policisë të angazhuara për sigurinë. Ashtu siç ishte paralajmëruar më herët nga policia e shtetit, protestuesit nuk u lejuan të dilnin jashtë itinerarit të miratuar në bulevard. Për të penguar avancimin drejt bllokut të ministrave, policia krijoi një kordon sigurie, ndërsa situata u tensionua pranë Ministrisë së Brendshme. Në përplasjet mes protestuesve dhe efektivëve, u përdor gaz lotësjellës dhe ujë me presion, ndërsa nga ana e protestuesve pati kundërpërgjigje me fishek zjarre dhe mjete ndezëse. U shkelmua kushtetuta, u shkelmua çdo gjë, u bllokua rruga dhe këta në mënyrë absolute do të marrin përgjigjen e merituar. Këta kanë kryer një krim të shëmtuar sot, sepse ne po bënim marshimin ton, marshim paqësor. Pas ndërhyrjes së policisë, Berisha e cilsoi bllokimin e marshimit si një krim të shëmtuar, duke deklaruar se protesta ishte paqësore dhe se opozita do të vijojë aksionin e saj. Ai paralajmëroi për shkallëzim të reagimit opozitar dhe akuzoi qeverinë për pengim të protestës dhe abuzim me pushtetin. Ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Asgjë në botë s'do mund ta imponojë ne. Të pranojmë pushtetin e hajdutëve dhe kriminalëve si Edi Rama. Të pranojmë pushtetin e një lubie të vërtet të shqiptarëve. Hajdut që me vjedhjen e pasurive, vjedhjen e fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptar, largojnë nga vendi. Pas pothuajse 3 orësh nga nisja e protestës, kryedemokrati mbajti një fjalim para selisë së Partisë Demokratike, ku falenderoi mbështetësit për pjesëmarrjen pavarësisht motit dhe tensioneve. Në deklaratën e tij, ai akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe zyrtar të tjerë të qeverisë për korrupsion dhe keqqeverisje, ndërsa theksoi se opozita do të vijojë betejën politike kundër qeverisë. Protesta e së premtes u mbyll me premtimin se kjo protestë nuk do të jetë e fundit e opozitës.